Top 20 Christian Songs. 20 hitet më të mira të muzikës së krishterë vijnë për ju çdo fundjavë në valët e Radio Emanuel. Top 20. Dëgjo muzikë, jeto një jetë me frymësim. Rikthehemi në studio miq, për gjithë ju që ndoshta sapo keni hapur radion, jemi drejt për së drejti në valët e Radio Emanuel në programin Muzik Plus dhe në këtë momente në studio është bashkuar e ftuara e ditës së sotme Rujk Reçi apo dhe Palloj nga Kisha Ungjillore në Bilisht. Mirë se ke erdhur, kënaqësi të jemi së bashku. Mirë se u gjeta Kela, është kënaqësi edhe për mua që të jem këtu bashkë me ju. Vërtet është privilegj kur ju bëni ftesën, sepse e ndjejmë veten që jemi këtu për të dhënë atë që Zoti na ka dhënë. Edhe unë vlerësoj vërtet shumë për gatishmërinë që ju personalisht, por edhe shumë persona të tjerë me të cilët unë komunikoj, duan që vërtet të vinë edhe mbi gjitha të ndajnë gjithçka që ata përjetojnë për gjatë shërbesave dhe të flasin, të ndajnë me zemër, mbi gjitha sidomos në këtë periudhë të Pashkës në cilën ne jemi. Prandaj, më trego pak se si po e përjeton atmosferën e veçantë të Pashkës për gjatë këtij viti ti personalisht. Po, Kela, është vërtet një periudhë ku ne jemi duke pritur të festojmë Pashkën, edhe kjo nuk nis vetëm në ditën e diele dhe do të festojmë për atë ngjarje madhështore që Perëndia bëri, por kjo periudhë është shumë e vërtet për ta sjell përpara gjithkujt çfarë Perëndia ka bërë që nga fillimi, sepse ne themi jemi në periudhë Pashke, edhe do të jemi të fokusuar vetëm në këtë periudhë, por jo. Duhet së pari që të kuptojmë çfarë është Pashka, kush është Pashka, edhe pse po e festojmë këtë Pashkë. Në mënyrë që të kuptojmë pastaj që Zoti në këtë fest kërkon që të na tregojë madhështinë e tij me anë të sakrificës, ku Jezusi shkoi drejt kryqit. Edhe kjo është ajo që ne po përjetojmë, ta nisim nga kjo javë. Të themi që kemi nisur të dielën me shërbesën e hyrjes gatishmëtare të Jezusit, me shërbesën e palmave, e diela e palmave, siç e quajmë ndryshe. Edhe ku Jezusi hyn edhe turmat e mirëpresin aq shumë, edhe të thuash që kështu siç po pritet Jezusi kaq në mënyrë të dashur, edhe të gëzueshme, si mund të presim një ngjarje më vonë që pastaj do të na lëndoj zemrën, por kjo është jeta e turmës, kjo është jeta e botës. Natyra jo njerëzore. Natyra njerëzore, edhe unë do të përmendja këtë që nëse sjellim përpara historinë se si është ka ardhur edhe është transmetuar Pashka tek njerëzit. Përpara se Krishti të vinte, më thonë që me krijimin madje të njerëzimit ne dim rënien e njeriut në mëkat, edhe pikërisht kjo rënje e njeriut në mëkat është nevoja pastaj për ndërhyrjen e Perëndisë, në mënyrë që këtë rënje që njeriu pati nga dëshira, nga krenaria, mund të fusim këtu gjithë historinë e Biblës se si na tregon rënien e njeriut në mëkat, edhe pastaj pse ishte nevoja për faljen e mëkatit. Edhe dim që në këtë periudhë të Pashkës ne duhet të jemi sa më afër Zotit, duhet të jemi sa më afër njëri tjetrit, edhe duhet të jemi në atë marrëdhënien e ngushtë me Perëndin, në mënyrë që të reflektojmë se ku jemi. Të reflektojmë brenda vetes së pari, që ku jam unë në lidhje me atë që Zoti ka bërë për mua. Çfarë po bëj unë në këtë? Jo se ne do të nëpërmjet veprave tona edhe do të jemi në rregull në marrëdhënie me Zotin, absolutisht jo. S'është kjo. Por Perëndisi pëlqen që ne të krijojmë një marrëdhënie të ngushtë me të. Edhe qëllimi i Pashkës është ky, që në atë endek të madh që njeriu krijoi me rënien në mëkat, me atë endek të madh, me atë mur të madh që u ngrit midis marrëdhënies Perëndisë me njeriu, ka një rrugë. Edhe këtë rrugë ne jemi në këtë javë Pashke, edhe shkojmë drejt kremtimit të festës. Edhe jemi duke përgatitur
zemrat tona së pari, përpara Zotit, duke reflektuar brenda vetes tonë, edhe duke sjellë në mendjen tonë atë rrugë të sakrificës që Perëndia bëri në kryq, pikërisht për të na bashkuar me veten. Rrugë e pjesë e kishës ungjillore në Bilisht e përfshirë në disa shërbesa, prandaj e di që edhe për gjatë kësaj jave ju jeni duke përjetuar mesazhet e Pashkës ditë pas dite, prandaj më trego pak më tepër çfarë po realizoni konkretisht për gjatë kësaj jave të veçantë të Pashkës për besimtarët, komunitetin, por ndoshta për gjithë ata që janë duke na ndjekur mund të sjellësh pak më tepër edhe për sa i përket shërbesave të tjera për te kësaj jave. Si çdo kishë që ka shërbesat e veta, edhe janë shërbesa nga më të ndryshmet, ashtu edhe në kishën tonë. Sepse kisha nuk është ajo ndërtesa ku ne mblidhemi, por janë të gjithë njerëzit që besojnë në të vetmin Zot, edhe që i shërbejnë të vetmit Perëndi, që është Zoti Jezus. Edhe ashtu edhe ne si kishë kemi shërbesa të ndryshme, por nëse i përqendrohemi shërbesave të gjata edhe më përpara se sa java e Pashkës. Ne kemi nisur si kishë një seri predikimesh, duke nisur që e kemi cilësuar nga Pashka në Pashkë në fakt, që në fillim të Kreshmës, edhe kanë qenë tema të cilat na kanë udhëhequr për gjatë rrugës deri në mbërritjen e Pashkës, që është Pashka, është Jezusi themi ne, sepse ai shkoi. Nëse ne kemi marrë temat apasapin duke i shtjelluar në këto predikime, kemi parë që Perëndia e ka udhëhequr popullin e tij në atë rrugë që e ka përgatitur ai, që është rruga e shpëtimit, siç themi ne, sepse nëse Bibla, Shkrimi i Shenjtë na flet që populli i zgjedhur i Perëndis ishte populli i Izraelit, edhe nëpërmjet popullit të Izraelit Perëndia do të tregonte hirin, mëshirën, dashurinë e tij për ta bërë një shembull për popujt e tjerë. Edhe pikërisht ashtu siç Zoti zgjodhi popullin e Izraelit në atë kohë, tani ne jemi në Krishtin, edhe jemi populli sërish, populli i zgjedhur i Perëndis, jemi ata që Zoti na ka zgjedhur për të qenë një shembull për të tjerët që ende nuk e kanë njohur Zotin. Edhe në shërbesat që ne bëjmë, siç thash në temat e predikimeve, kemi marrë fjalën e Zotit edhe kemi shtjelluar, edhe nga ajo që kemi nxjerrë është që besnikëria në fjalën e Zotit, edhe bindja ndaj fjalës së Zotit është ajo që t'i jep pastaj atë rrugën ku ti ndihesh e sigurt për në atë rrugë që po ecën. Por nëse ti devijon, nuk mund të kuptosh që je tamam në Zotin. Edhe pikërisht kjo është ajo që ne mundohemi t'i japim njëri tjetrit edhe atë dashurinë, edhe atë përkushtimin njëri tjetrit për atë vepër madhështore që Perëndia ka bërë, sepse Perëndia ka menduar për popullin e tij qysh nga fillimi. Pavarësisht se populli zgjedh, e ka lënë të lirë Zoti që të zgjedh, por Zoti është prapë nën kontroll të fëmijëve të tij, të popullit të tij, për ta ngritur edhe atëherë kur ai është i rënë. Edhe kjo nuk është për të thënë me një fjalë goje, por ka situata të tilla që shpeshherë edhe të zgjedhurit e Zotit nuk janë të veçantë nga bota. Jetojmë në botë. Këtë duhet ta kuptojmë që jetojmë në botë, por të botës nuk jemi, edhe jo bota të ndikojmë ne botën dhe jo bota të na ndikojnë ne. Kështu që në shërbesat që bëjmë, kjo është ajo kryesorja, që ne të ndajmë fjalën e Perëndis, ta marrim fjalën e Perëndis. Nëse ne marrim fjalën e Perëndis, kemi dhe çfarë japim pastaj tek të tjerë, se nuk jemi thirrur vetëm për të marrë, por ne jemi thirrur dhe të japim. Edhe kjo është ajo që në këtë javë pashke, ne me shërbesat që kemi, duam që të qëndrojmë sa më pranë njerëzve që janë në nevojë. Kemi shërbesën e tunikave dhe shërbesën e solidaritetit në kishë. Edhe kjo është ajo që a jemi gati ne për të qenë pranë këtyre njerëzve që kanë nevojë, sepse njerëzit
normale që kryesorja e nevojës së njeriut është ana shpirtërore, por në jetë kemi dhe nevoja të tjera, kemi nevojë për çdo gjë që di që patjetër për te atyre shërbesave brenda kishës me besimtar që vinë rregullisht, ju keni dhe shërbesa përtejsa, jo? Çfarë mund të themi për to? Shërbesa përtej. Në kuptimin që jeni gjithmonë afër komunitetit dhe pikërisht. Përpiqeni që të ndërveproni gjithmonë dhe më tepër me ta. Po pra, në qoftë se ne jemi përkushtuar Perëndisë dhe i kemi thënë që po Zot, unë jam këtu sepse të kam thënë ty po, edhe do të bëj atë që ti më udhëzon, dhe ti më mëson nëpërmjet fjalës, sepse busulla jonë orientuese është fjala. Edhe nëse ne i përmbajmë fjalës ose asaj që Perëndia na thot, është që ne jemi pra njerëzve që janë në nevojë. Edhe kjo është ajo që ne mundohemi të bëjmë sigurisht me fuqinë e Perëndisë, sepse nuk mund t'i bëjmë dot gjërat vetë. Ne kemi shërbesa të ndryshme jashtë, domethënë që dalim jashtë, edhe janë shërbesa ungjillëzuese në fakt. Sepse për këtë jemi thirrur që të ndajmë ungjillin e Perëndisë tek njerëzit që janë jashtë. Edhe nëse ti kërkon që të japësh atë që ke marrë nga Perëndia, nuk mund ta japësh vetëm brenda mureve të kishës, por ti do të dalësh jashtë. Edhe nuk është puna vetëm për të qenë duke i çuar dikujt një pako ushqimore apo një çantë me rroba, por nevoja kryesore për njerëzit është që ti t'i çosh dashurinë e Perëndisë. Edhe kjo të bën pastaj që ti të reflektosh brenda vetes tënde, edhe të kuptosh që edhe un kam qenë dikur si ta, pa mbështetje, pa dashuri, e pa pasur kujdesin e dikujt. Edhe nëse unë e kam përjetuar përpara këtë, po sa mirë që Zoti po më jep mundësinë që unë të dal për te, edhe ta jap këtë dashuri. Edhe të jem pranë dikujt që ka nevojë për këtë. Edhe për ta bërë këtë, Kela, unë mendoj që brenda vetes duhet të kesh përullësinë. Qofse brenda vetes tënde është përullësia, ti mund t'i bësh gjërat ashtu siç Perëndia përull, edhe i bëri gjërat. Të jetë brenda vetes tënde edhe mshuria, edhe mbi gjithçka dashuria. Jeta na përball me shumë njerëz që vërtet kanë nevojë, sepse bota nuk i shikon me syrin që i shikon Perëndia. Por unë si do bëj? Me çfarë syri do t'i shikoj? Sepse Zoti gjithmonë na sfidon në gjëra të tilla. A jam unë gati që të jem përtej asaj çfarë unë marr brenda kishës, edhe përtej asaj miqësie dhe dashurie, marrëdhënie që kam krijuar me motra apo me vëllezër brenda kishës. A jam unë tani? A më ka thirrur Zoti që këtë gjë ta reflektoj jashtë? Po. Edhe kjo të bën pastaj që ti të mbështetesh fort në Zotin, edhe ta bësh me fuqinë e Perëndisë, jo me fuqinë tënde. Shpeshherë si njerëz tam përpara që është natyra mëkatare brenda nesh, normale që nëse ne e lejojmë ngre krye, por nëse ne i nështrojmë i Perëndisë, edhe nëse ne gjithmonë i themi Zotit, Zot, ti je ai që ke në kontroll zemrën time, mendjen time. Nëse kërkojmë vullnetin e tij. Nëse unë dua të bëj diçka, Zot, mos lejo që ta bëj nga vetja, por të bëhet në vullnetin tënd, siç e them gjithmonë këtë që unë jam thirrur, jam në Jezusin, por dhe do të punoj për Jezusin. Pra me Jezusin edhe për Jezusin. Kjo më jep fuqi që ta lë unin tim brenda vetes time. Ashtu siç Zoti im e la madhështinë e tij. Ai u përull. Ai shkoi drejt kryqit, ne po themi që po festojmë Pashkën. Kush është Pashka? Çfarë u tregua në Pashkë? Sakrifica e madhe e Perëndisë, nga dashuria që ai pati. Ai shkoi drejt kryqit, mori unin tim, mori krenarin time, mori mëkatin tim edhe gozhdoi në kryq. Edhe në kuadër të kësaj që je duke ndarë në këtë moment e rryk, si shfaqet dashuria e Perëndisë për ne në ngjarjet e Pashkës, por më e rëndësishme është se si ne mund ta kuptojmë më mirë këtë mesazh sot që jemi duke folur. Si shfaqet dashuria e Perëndisë? Shfaqet në atë që ai na pranon kështu siç jemi, Kela.
ai nuk na gjykon për gjërat që bëjmë. Nëse ne shkojmë drejt tij me përulësi, nëse shkojmë drejt tij edhe i themi, po Zot, ja ku jam, me dobësinë time, me mëkatin tim. Zot, kam nevojë për ty, edhe të më ndryshosh. Nëse ne pranojmë që ne vërtet i jemi njerëz që gabojmë, mëkatojmë, edhe kjo ndikon pastaj në marrëdhënien tonë me Perëndin. Por nëse ne kemi një zemër pendimi, nëse ne pendohemi, shkojmë përpara Zotit, e rrëfejmë mëkatin, edhe nuk kemi turp për ta rrëfyer mëkatin, atëherë Zoti është i drejtë dhe besnik dhe do na falë gjitha mëkatet, thuhet në shkrimin e shenjtë. Pra, kjo është ajo që Perëndia e shfaq dashurinë me ne. Si e shfaq? Duke na pranuar, edhe duke bërë sakrificën ai në vendin tonë. Ne e ndeshim si delet pa bari, na thuhet në shkrimin e shenjtë, edhe nuk dinim se ku shkonim. Por Perëndia nuk na la që të ishim të çorroditura. Por Perëndia na thiri, na zgjodhi edhe na bëri një tuf. Edhe këtë tuf ne e quajmë bashkësinë. Edhe tani, nëse ne jemi të mbledhur në një bashkësi, së pari me Perëndin edhe me njëri tjetrin, atëherë çfarë dashurie e tregoi Perëndia? Na fali. Çelësi është ky, që ne jemi të falur, kemi marrë faljen nga Perëndia. Por çfarë do bëjmë ne kur të tjerët nuk na falin, ose kur ne nuk i falim të tjerët për diçka? Pra, marrëdhënia me Perëndin është kryesorja. Nëse ne nuk krijojmë dot një marrëdhënie me Perëndin, qoftë kjo në lutje, në lexim fjale, në të mbledhurinë së bashku, nuk mund të kuptojmë sakrificën që Perëndia bëri. Sepse Perëndia shkoi në kryq, drejt kryqit, pikërisht nga dashuria që pati për botën. Edhe vërtet na thot tek Ungjilli sipas Gjonit që Perëndia e deshi aq shumë botën sa dha birin e tij, të vetëm lindurin, që kushdo që beson në ta të mos u mbas, por të ketë jetën e përjetshme. Ne mendojmë që këtu mbi tokë mund t'i bëjmë gjërat si të duam, ose mund t'i shfaqemi Zotit, jemi më të mirët. Por Perëndia është ai që heton zemrën tonë. Edhe në këtë kohë pashke, si e tregon Zoti dashurinë. Nëse ne e kemi marrëdhënien të ngushtë me Perëndin, do të kuptojmë nëpërmjet fjalës, do të kuptojmë që këtë dashuri Zoti e ka dhënë për mua edhe pse nuk e meritoja. Edhe Perëndia po kujdeset për shpirtin tim. Për çdo gjë tjetër normale, por për shpirtin tim kryesorja është edhe kur unë shkoj tek Perëndia. Edhe vërtet ka qenë një periudhë meditimi kela gjatë kësaj, mund të them që në fillim të muajit që po marrim këto, por gjatë kësaj jave. Kela ne jetojmë në një bashkësi, edhe të mos mburemi që gjithë gjërat shkojnë mirë, vaj. Sepse kur shikojmë që gjërat janë mirë, ne nuk e çajmë kokën pastaj për Perëndin, se themi s'kemi nevojë, se jemi në rregull. Por Perëndia lejon sfida nga më të ndryshmet në jetën tonë. Edhe gjatë kësaj jave, unë po reflektoj brenda vetes time. Kë kam marrëdhënie të prishur, me kë kam marrëdhënie të prishur, çfarë duhet të bëj me këtë marrëdhënie të prishur? Nuk është e lehtë. Nëse ti e ndjen që vërtet ke një marrëdhënie të prishur me dikë, edhe kjo nuk është për fajin tënd, është për fajin e dikujt tjetër, po tani, si do ta zgjidh këtë? Çfarë bëri Zoti kur shkoi drejt kryqit? Çfarë bëri Perëndia kur atë e prozvalën, kur e tallën, kur e nuk ishte për fajin e tij. Nuk ishte për fajin e tij, ai ishte Zoti, ai ishte Perëndi plot fuqishëm, ai ishte Zoti që mund të bënte që gjithçka të ktheheshe nga ana tjetër, por Perëndia e poruli veten. Edhe në këtë gjë, unë kuptoj që edhe në situata të tilla, në sprova të tilla ku Zoti na vendos, Zoti ka diçka për të na treguar. Që mos shikojmë edhe të drejtojmë gishtin tek tjetri, por të shikojmë brenda vetes tonë. Edhe pse mund të jemi në rregull, edhe pse mund të mos kemi faj. Jezusi s'kishte asnjë faj, por e mori mbi vete fajin. A jam gati unë ta marr mbi vete fajin? E them, mirë, dakord. Po e marr unë këtë gjë. Po e pranoj që jam gabim. A jam duke ndërtuar marrëdhënien?
Qofse unë kam një marrëdhënie të ndërtuar me Perëndin, por kam një marrëdhënie të prishur me motrën apo me vllajin, që jemi së bashku në një bashkësi, e po kela nuk jam në rregull. Edhe këtu mua më vjen ajo që duhet të përul gjunjët e mi. Edhe duhet të kërkoj tek Zoti, më jep fuqi. Zot, pa ty nuk e bëj dot. Më jep një zemër të falur, siç ti më fale. Zot, më jep një zemër të përulur, siç ti u përule dhe shkove drejt kryqit. Kam kuptuar këtë gjatë ecjes time me Zotin. Nëse krenaria është brenda teje, e po krenaria është ajo që sjell gjitha gjërat pasaj për të larguar nga Perëndia. Në shumë marrëdhënie, në shumë aspekte. Nëse ti ke krenarin brenda vetes, e po ti do të biesh në lakmi së pari. Edhe lakmia në ato fjalë e Zotit është rrënjë gjithë të këqijave. Çfarë lakmie do të thuash? Por nëse ti je në një pozicion drejtimi ta marrim kështu. E po lakmia është ajo që në fillim është dëshira për të pasur diçka në tjetrit ta kesh ti. Kjo është lakmia. Nëse ti ke synimin që të qëndrosh e përulur, do ta kundërshtosh këtë gjë brenda vetes tënde. Krenaria është prap ajo e keqja që krijon pasaj gjërat e tjera. Kemi lakmi, po kemi xhelozi, po kemi smir, edhe gjitha këto përmblidhen atë që nuk janë në vullnetin e Zotit. Sepse Zoti nuk i pati mbi veten e tij. Se nëse do të kishte Zoti këto, po Zoti kishte fuqinë sepse ai është i plot fuqishmi. Edhe ai kishte fuqinë që gjitha ngjarjet që ndodhen, edhe që çon drejt kryqit, po ai i zhbante të gjitha ato. Të mos ndodhnin. Ai e kishte gjithë këtë fuqi, sepse ishte Zoti. Kurse me ne njerëzit ndryshon kjo kela. Natyra na i servir këto. Edhe unë them gjithmonë që betejë jon nuk është kundër njeriut që kemi përpara, edhe jemi në një sfidë të tillë, por është kundër frymrave, na thot fjala e Zotit, kundër frymrave të mbrapshta. Edhe ne dimë që i ligu, kur shikon që një fëmijë i Perëndis ka suksesin, në ecjen me Perëndin, në të bërjen e gjërave siç Zoti do, në plotësimin e vullnetit të Zotit për çdo gjë që e ka thirrur dhe e ka zgjedhur Perëndia. E po i ligu nuk ri rehat, edhe pikërisht në këto gjëra do të mundohet të sulmoj. Qoftë kjo edhe në marrëdhëniet me njëri tjetrin. Por a jam gati unë që edhe nëse ndodh diçka e tillë, zemra ime a është gati që të jetë një zemër e përulur, që ta çoj përpara Zotit këtë gjë? Edhe ti kërkoj Zotit, e ti thotë Zot. Po si mundet ne të përgatisim zemrat tona për këtë? Kjo është ajo që unë shkoj gjithmonë përpara Zotit. Edhe nuk janë të pakta rastet kella që unë jam ndodhur përballë situatave të tilla, qoftë kjo edhe në marrëdhënie prishjesh. Sepse thash, nuk është personi që kam përpara që po e bën këtë gjë, por është i keqi që mundohet të prish këtë marrëdhënie për të shpërndar tufën e Perëndisë. Si mundet ta përballojmë këtë? Me fuqinë tonë absolutisht jo. Absolutisht jo. E di si e përballoj? Duke shkuar përpara Perëndis, duke rrëfyer gjithë situatën, çfarë po ndodh? Pse Zot po ndodh kjo gjë? Edhe jo në gjykimin që pse Zot ti po e lejon, por pse Zot po ndodh kjo gjë? Çfarë ka brenda meje? Më trego brenda meje që unë të di se si të veproj. I kërkoj Perëndis të më tregoj çfarë është tek unë që po e sjell këtë gjë. Dhe pastaj gjunjët e përulur përpara Zotit. Unë mendoj. Edhe ajo që ti kërkon Zotit që të ndërtosh marrëdhënien me të tjerët është përulësia. Ta lësh më njan krenarin. Ajo që tham dhe më parë. Ta lësh më njan krenarin edhe mos thuash që po pse e ta marr unë përsipër këtë gjë që se kam bër? Po e marr. Pse i mori Jezusi të gjitha ato gjëra mbi kurizin e tij, të gjitha ato gjërat e mia, sepse në çdo ditë e shpjem Zotin në kryq kela. Nuk është punë vetëm përpara 2000 vjetësh në kohën që ndodhi kryqëzimi, por në çdo ditë me veprimet tona, me fjalët tona, me atë që nuk e bëjmë sipas vullnetit të Perëndis, gjitha këto shkojnë drejt asaj që mori Zoti mbi veten e vet. Ne do të kemi një shkëputje shumë të shkurtër muzikore për të rikthyer vetëm pas pak në studio dhe për të vazhduar bisedën tonë, por në këtë momente
Ju ftoj të ndiqni këngën Unë dorëzohem, kënduar nga Gloria Nure, edhe në vazhdim të asaj që Rui ka ndau në ditën e sotme. Le t'i dorëzohemi Perëndis për gjithçka. Gjithçka dorëzoj, këtu më gjen, ndërsa ti pranë më vjen, dëshpëruar për ty, dëshpëruar për ty. Unë dorëzohem, shpirtin tim, derdhu me hir më shir, kam etje uri, kam etje uri, me krah të shtrir, lutjen më dëgjon ti, më fol tani Zot. Të njoh më shumë, dua të njoh më shumë. Unë dorëzohem, dua të njoh më shumë, dua të njoh më shumë. Si një shpirtin tim lëviz, Zot i vepro tek unë, si një ere fort, Jezus fryt tek unë, Zot i vepro si stoi e fort, shpirtin tim lëviz, Zot i vepro tek unë, dorëzohem, dua të njoh më shumë, të njoh më shumë. Unë dorëzohem, dua të Unë dorëzohem, kënduar nga Gloria Nure, një këngë vërtet shumë e veçantë për mesazhin e saj dhe më vjen mirë Rui që gjatë këngës që duke folur që ishte një ndër këngët e tua të preferuara. Ndodh shpesh kjo gjë me mua dhe me të ftuarit që teksa vendos disa këngë për gjatë bisedës në studio, thonë, po, vërtet, kjo këngë më ka prekur, ka ndikuar tek unë edhe më vjen mirë që patjetër këngët, adhurimi ka fuqi përmes muzikës që të prek dhe të transformoj zemrat dhe jetët e njerëzve. Do të vazhdojmë të mbetemi tek dashuria e Perëndis, tek ajo për cilën ne jemi duke folur sot. Prandaj Jezusi vazhdon të tregojë dashurinë e tij për ne edhe sot që jemi duke folur, si e përjeton këtë në jetën tënde personale dhe në shërbesat që ti drejton. Po Kila, vërtet kjo këngë më mbush gjithmonë edhe jo thjesht si muzikë, por janë vargjet e kësaj këngë që prekin gjithmonë zemrën time.
Edhe kush është ajo që më bën më tepër, unë dorëzohem tek Perëndia. Edhe që të kesh një shërbes duke e drejtuar, nuk je ti duke e drejtuar, nëse ti nuk mbështetesh tek Zoti për t'i kërkuar atij urtësinë për të drejtuar. Sepse nëse ti ke diçka për të ndarë, së pari ti do të shkosh tek Perëndia. Edhe do të pyesësh kush është vullneti yt Zot, që unë t'i jap sot. Që të drejtosh një shërbes ka sfidat e veta. Edhe nuk është e lehtë, themi ne. Sepse së pari ti duhet të krijosh marrëdhënien tënde me Zotin. Në mënyrë që në këtë marrëdhënie ti kërkosh atij. Çfarë do ti Zot që unë të bëj në këtë që ti po më thret që unë të bëj? Sepse është e lehtë të ti thuash Zotit, po Zot. Po Zot. I thua po Zot, por apo e lë Zotin që të drejtojë gjithçka. Apo dorëzon tek Zoti gjithçka që ke, gjithë zemrën tënde. Sepse thash ne jemi njerëz së pari, edhe brenda vetes tonë kemi gjëra nga më të ndryshmet. Edhe së pari do shkoj tek Perëndia dhe të kërkoj Zot, nëse ti do që unë ta jap këtë shërbes për lavdinë e emrit tënd të shenjtë, për të ngritur lart ty Zot, sepse vetëm ti je Zoti dhe ti e meriton. Po Zot, më heto së pari mua brenda vetes time, që atë që unë do të ndaj me motrat apo me vëllezërit me kë kam shërbesën. Edhe unë këtu mund të them për atë që unë jam duke koordinuar shërbesën e grave. Po. Edhe nuk jam vetëm në këtë shërbes. Kemi ngritur një ekip për shërbesën e grave, por si thua punët koordinohen. Pastaj edhe nëse unë dua që të bëj këtë shërbes për lavdinë e Perëndis, po së pari unë do të jem përpara Perëndis. Edhe do kërkoj çfarë duhet të bëjmë me këtë shërbes. Çfarë kërkon ti nga ne si gra për të treguar dashurinë tënde tek gratë. Edhe kur fillojmë dhe mblidhemi së bashku si ekip, ne diskutojmë çfarë është kjo nevojë për këto gra, edhe si ta zhvillojmë këtë shërbes, çfarë bëre ti Zot për këto gra, do ta shpijmë gjithmonë temën që do të diskutojmë tek dashuria e Perëndis. Si e tregon Zoti dashurinë e Perëndis? Gjithmonë do të jetë këtu. Edhe si jemi ne në lidhje me këtë gjë? Si e kuptojmë ne që Zoti na do? Çfarë do bëjmë ne? Si reflektojmë? Po, çfarë do bëjmë ne në lidhje me këtë? Si reflektojmë ne në lidhje me dashurinë e Perëndis që tregoi ndaj nesh? Edhe u bën vite që unë e drejtoj këtë shërbes, ose më mirë mos them e drejtoj, sepse është Zoti që drejton, është fuqia e Shpirtit Shenjtë që na mbush me urtësinë për t'i bërë gjërat. Kam kuptuar këtë, Okela, që gratë kanë shumë nevojë për Zotin. Edhe pse ne i kemi në bashkësi, edhe pse ato kanë pranuar Jezusin si Zotin dhe shpëtimtarin e jetës së tyre, sfidat që vinë në jetën e tyre janë nga më të ndryshmet, ashtu siç vinë edhe tek unë. Për gjithë. Për të gjithë. Gjithmonë, unë them kështu që nuk mbaron, thash besoj në Jezusin edhe mbaroj gjithçka. Jo. Besimi është një proces ku ne rritemi çdo ditë. Edhe nëpërmjet këtyre sfidave ne do të arrijmë të kuptojmë që Zotin e kemi afër. Sepse atëherë kur ne mendojmë që unë jam në një sfidë që përballoj dot o Zot, ti si je me mua, në mendje i liku fut pastaj mendime nga më të ndryshmet, pse e bën këtë, është punë e tij, ai këtë punë ka që të çorodit mendjen atyre që në fakt lën derë themi ne për të hapur, për të çoroditur mendjen, por gjithmonë në shërbesën e grave duam të japim atë që Zoti është me ju. Edhe Zoti ju do, edhe pavarësisht sfidës që ti po kalon. Pavarësisht asaj që ti ndihesh, si ndihesh për momentin. Zoti është me ty. Edhe nëse e bëjmë këtë, ne i qëndrojmë pranë edhe në momentet më të vështira të jetës së tyre. Jo se unë nuk kaloj momente të vështira, por dhe unë kam pranë vetes time motra që më inkurajojnë për ta kapërcyer këtë vështirësi. Mbështeteni tek njëra tjetra, po. Ose me shërbesa të tjera për shembull. Po prap kemi takimin e lutjes me gratë që kemi përzgjedhur një grup grash që kanë një zemër lutje
jo se të tjerat nuk kanë, më kupto, por një zemër që përkushtohet në lutje. Ashtu siç Zoti do që ne të përulim gjithmonë gjunjë, sepse Perëndia na ka thirrur që të jemi ndërmjetësues për nevojat e të tjerëve. Edhe në këtë takim lutje, pavarësisht një kalendari që kemi, që i shpjem lutjet tona përpara Zotit, duke ndërmjetësuar edhe për gra, për nëna, për motra, edhe jashtë kishës tonë apo jashtë vendit tonë, është një kalendar që ne e mbajmë. Pikërisht në këtë takim lutje ne shpjem dhe nevojat tona personale, dëgjojmë nga motrat ku janë, në çfarë gjendje janë, çfarë situate janë, edhe i qëndrojmë pranë me lutje. Prap kemi një program lutjesh edhe për shërbesin që ne kemi me burgun e grave në Pojsk. Edhe kemi pika lutjesh edhe për to, sepse ne shikojmë, bota mund ta shikojmë me një sy tjetër atë kategori grash atje. Kurse syri jon, syri i Zotit e shikon me sy tjetër, sepse Zoti i do të gjithë, pavarësisht se çfarë kanë bërë. Ne jemi njerëzit që gjykojmë, por Perëndia gjykon në mënyrë të tjetër, krejt tjetër, do të i shikon gjërat me syrin e tij, me syrin e dëmshurisë, me syrin e hirit, me syrin e mëshirës, edhe pret që edhe nëse janë larguar prej tij, ai pret sërish me krah hapur për të bashkuar me to. Edhe si vepron, po ja kjo shërbes që ne bëjmë në bashkëpunim me organizatën e SHKBSH-s. Ne shkojmë atje me dëshirën edhe me zellin më të mirë për të çuar dashurinë e Perëndisë. Jam shumë kurioztare të di, sepse është një shërbes ndryshe nga ato që ne jemi mësuar në ambientin e kishës apo takimet e lutjeve. Si e presin këto gra këtë shërbes dhe si ndoshta përgatiten për ta hapur zemrën kundrejt Perëndisë, për ta njohur atë? Po, këtë pyetje që po tima kanë bërë shumë gratë të tjera. Po e bëj dhe këtë pyetje sepse e di se si njerëzit ndoshta pyesin. Po. Si izolimi bën vetën. E di si ka qenë jo vetëm ajo procesi se si ju shkoni, sepse e di janë disa procedura ligjore që merreni, por si këto gra reagojnë kundrejt asaj që ju ndani, kundrejt fjalës së Perëndisë. Po. Zemra ime ka qenë që më përpara përgatitur për këtë shërbes, edhe besoj e ka përgatitur Perëndia patjetër këtë gjë, sepse shumë më thonë, o si mund të shkosh atje, nuk ke frikë? Më kupton? Edhe kam thënë, po ato janë gra, edhe më shumë se kushdo tjetër, jo se të tjerët nuk ka nevojë për Perëndin, po ato kanë më shumë nevojë për dashurinë e Perëndisë. Edhe ne si gra e kuptojmë këtë. Po, sepse ato ndihen të veçuara, ndihen të prozvalura, i themi ne një fjalë, ndihen të haruara. Ndoshta kjo edhe nga, sepse të shkosh atje brenda pastaj kupton shumë gjëra kella, por ndoshta edhe nga të afërmit të tyre. Edhe që ti të ndihesh e tillë, e braktisur nga të afërmit tënd, që i ke pjesë të gjakut tënd, të familjes tënde, të shpirtit tënd, kjo është fundi them. Domethënë është një dhimbje shumë e madhe. Po, është një dhimbje që nuk mund ta përshkruash me fjalë. Por çfarë na thot Zoti për këtë? Unë e kam ndier këtë thirrje, edhe gjithmonë kam thënë pse Zot po më drejton te kjo fjalë. Edhe tek Isaia 61, unë gjithmonë më ka tërhequr kjo fjalë, thot. Fryma e Zotit është mbi mua sepse më ka vajosur për të dhënë një lajm të mirë të përulurve. Më ka dërguar të lidh plagën e atyre që kanë zemrën të thyer, të shpall çlirimin e atyre që janë në robëri, hapjen e burgut të burgosurve. Të shpall vitin e hirit të Zotit dhe ditën e akmarrjes Perëndis ton për të ngushëlluar tërë ata që pikëllohen, edhe për të dhënë gëzim atyre që pikëllohen. Nuk dua ta vazhdoj më poshtë sepse fjala e Zotit na shqellon të tjera gjëra pastaj. Por këtë unë e kam marrë si për veten time. Unë kam qenë në burg. Edhe pse jam jashtë dyerve të burgut, unë kam qenë në burg. Çfarë burgu do thuash ti? Në burgun e mëkatit. Ashtu si çdo kush ka qenë në këtë pjesë. Dhe unë kam pasur nevojë për një ndihmë, për një çlirimtar, për një mik që të më dëgjojë. Edhe kur unë kam njohur Krishtin, e kam gjetur. E kam gjetur këtë person. E kam gjetur këtë ngushëllim.
kur unë kam pasur nevojë për të gjitha këto që unë sapo lexova këtu. Edhe e kam marrë për vete si një thirrje nga Perëndia që unë të jem pranë këtyre njerëzve. Edhe të çoj atë që unë kam marrë nga Zoti, çlirimin. Edhe pavarësisht se ne shkojmë atje, nuk shikojmë me syrin që bota i sheh ato gra, por i shikojmë me syrin që Zoti i sheh ato gra. Edhe Zoti ka hire dhe mëshire dhe për to. Edhe nuk janë muret e lartra të atij burgu që i mbajnë të mbyllura ato gra atje brenda, por janë muret që ngrihen brenda shpirtit edhe zemrës të gjithë secilit edhe nuk duan ta lejojnë Zotin të depërtoj. Por për Zotin nuk është asgjë e pamundur. Edhe ai i rrezon ato mure të larta, duke përdorur fëmijët e tij për të çuar dashurinë edhe atje ku duket e pamundur. Edhe çfarë na thot fjala? Zoti do të bëjë një rrugë atje ku duket sikur s'ka, është edhe një këngë që e këndojmë. Edhe Perëndia ka hapur një rrugë për ato gra që të shkojë edhe të jap dashurinë që Krishti e bëri. Zoti shkoi në kryq. Edhe ne po themi që po festojmë Pashkën këtë javë. Përse shkoi Krishti atje drejt kryqit? Shkoi edhe për këtë. Çfarë kishte Krishti atje në kryq? Kishte dy kriminal. Një në të djathtë edhe një në të majt. Veprat e tyre nuk na thuhet se çfarë kishin bërë, por ishin kriminal. Por Zoti i deshte të dy këta kriminal. Tani ishte zgjedhja e tyre se çfarë do të banin. Kështu na ka lënë Zoti edhe ne sot, apo qoftë edhe ato gra në burg, që të zgjedhim çfarë do të bëjmë me jetën tonë. A do të qëndrojmë në atë jetë të mëpashme, me mëkatin edhe me ato gjëra që i kemi kaluar, apo do të zgjedhim që të pendohemi, që është çelës mendoj unë, të pendohemi, të rrëfejmë edhe të pranojmë Zotin, Krishtin, Jezusin, që është i vetmi Zot, që të falë mëkatin, që është i vetmi Zot që të falë dashuri, që është i vetmi Zot që nuk mendoi për veten e tij, por mendoi për ne, edhe shkoi drejt atij kryqi duke u sakrifikuar, edhe duke mos e hapur gojën ato Shkrimi i Shenjtë. Por si ato delet që i çojnë në thertore, ai shkoi drejt kryqit, pikërisht nga dashuria që pati. Edhe kjo shërbes na bën të shikojmë edhe të depërtojmë fjalën e Zotit atje ku mendohet që është e pamundur ta. Edhe këtu unë mendoj që është iri i Perëndisë që ka hapur, është favori i Zotit që ka hapur këtë shërbes për të shkuar dhe për të ndarë dashurinë e tij me ta. Është gëzim kela të shkosh edhe ti shikosh ato gra. Ne shërbejmë si ekip i kishës tonë, kemi shërbesën me gratë e burgosura. Para burgimi është më vete, kurse burgimi është më vete. Edhe që në yrjen në atë institucion ku ne shkojmë, e ke parasysh ajo rëndesa e asaj edhe vetë fjala e ka atë. Mendo të shkosh edhe mendo të shkosh edhe ku po shkoj dhe çfarë do të bëj dhe çfarë do t'i them, sepse ato janë në situata nga më të ndryshme. Edhe si do t'i them që Zoti të do kur ajo është në një situatë e mbyllur brenda atje për një diçka që e ka bërë. Por ne nuk shkojmë me syrin e gjykimit, por ne shkojmë me atë që Zoti na dërgon, që ne t'i shpijmë atyre dashurinë e Perëndisë që Zoti nuk i ka harruar. Por është sërish duke u kujdesur për to. Sepse trupi është i mbyllur atje, por shpirti nuk duhet të qëndrojë i mbyllur. Edhe këtë e bën vetëm Jezusi. Ne shkojmë edhe ndihemi atje tamam siç jemi jashtë me motra dhe me vëllezër të tjerë, sepse aty brenda në burg ka gra që i kanë dorëzuar jetën Jezusit. Edhe kjo ta mbush zemrën pastaj. Kur neve para një jave shkuam dhe festuam Pashkën. Datën 2 ne festuam Pashkën në burg. Edhe nuk është ajo sakrificiona që quam diçka aty për të ngrënë apo por ishte ajo zemra e tyre që ishte e gjitha e mbushur me gëzim, edhe pse ishin në atë vend, edhe janë në atë vend, ishte një zemër e mbushur me gëzim edhe me adhurim ndaj Perëndisë. Edhe kur i dëgjon ato gra që adhurojnë Zotin, të mbushet zemra. Edhe ti nuk e shikon me atë sy që bota i shikon, por ti e shikon me syrin e dëmshurisë. Edhe ti shkon edhe lutesh për to, që ato ta njohin Zotin, kush është Zoti që i do, që ato t'ia dorëzojnë jetën atyre. Problemet i kanë nga më të ndryshmet, sfidat i kanë nga më të ndryshmet, se çfarë i ka çuar drejt atyre dyerve të atij burgu, ato vetë dinë, sepse ne nuk duam që të hyjmë në atë pjesë të saj, por ne
duam që të përçojmë dashurinë e Perëndis. E ti themi që nuk mbaron këtu. Kur të dalësh nga këtu, çfarë do të bësh me jetën tënde? A do të jetë jeta jote kështu siç ka qenë deri tani? Në mëkatin që ti ke pasur, apo do të jetë një jetë krejt e ndryshuar vetëm prej hirit të Perëndis, vetëm prej hirit dhe dashurisë të Zotit. Një jetë e re, a do ta ndjekësh ti Zotin ashtu siç po e dëgjon tani fjalën këtu? Po e merr me gëzim, po e adhuron Zotin, a do të jesh gati për të adhuruar edhe përtej këtyre mureve? A do të jesh gati ti bashkohesh një bashkësie ku adhurohet Zoti? Ku zemra jote të gjejë tamam dashurinë që ti ke nevojë. Sepse njeriu mund të braktisë në situata të tilla kela, por Zoti nuk të braktis kur. Ai është me ty kudo që të shkosh, thot fjala jote. Nëse ti e hap zemrën edhe e bën pjesë të jetës tënde. Zoti pret, jo ti dorëzosh vetëm mëkatin tënd, jo ti dorëzosh vetëm shqetësimet e tua, nevojat e tua, por Zoti thot mu dorëzoj gjithi. Siç thash edhe nëpërmjet këngës. Unë dorëzohem. Ne bëjmë një libër, është një libër i vogël me këto gra të burgut, edhe zemra ime banese Krishtit, nëse të është dhënë mundësia ta lexosh. Edhe janë dhomzat e zemrës tonë. Apo ja hap të gjitha dhomat Zotit, të hyj edhe ti pastroj. Jezusi hyri në tempull edhe i pastroi tempullin. Por tani tempulli jemi ne. Tempulli, sepse banon fryma e shenjtë brenda nesh. Edhe apo e lejoj unë Zotin që brenda meje të heq gjithçka që është e padëshirueshme për Perëndin. Pra, nëse ne po japim këtë fjalë atje, po i themi motra, kemi nevojë që Zotit t'ia dorëzojmë tërësisht jetën tonë, t'ia dorëzojmë tërësisht zemrën tonë, ta hapim zemrën, edhe mos mbajmë atë guzhinën të mbyllur, atë qorën, dhomën qore, e ti themi Zot mos hyr këtu sepse i kam ato gjërat që nuk dua të më shikosh. Ato gjërat e parregullta. Por gjithmonë mundohemi të themi, hapi zemrën tek Perëndia tërësisht, edhe ai le të jetë, lere ta pastroj ai, sepse ne nuk jemi në gjendje ta pastrojmë vetë kela. Jo. Por vetëm duke u dorëzuar tek Perëndia, e duke e lënë atë që ai të punojë çdo ditë, pak e nga pak, një në këtë dhomë, e dim vetë ku i kemi. Këtë është proces, kërkon kohë patjetër. Po, unë të falenderoj vërtet shumë për këtë moment që ti ndave, është shumë inkurajim të dëgjosh dëshmi të tilla. Ndoshta mendoj që në një intervistë tjetër ne do të marrim gjithë kohën e mjaftueshme për të folur për këtë shërbes, por edhe për shërbesat e tjera, sepse e vlerësoj vërtet shumë dhe jam e sigurt që gjithçka që ti ndan, qoftë edhe për kontaktin që ke me këto gra, vajza, janë një inkurajim për secilën prej nesh. Por le të ndalemi pak më tepër edhe tek ty, mund të ndash apo të tregosh një moment nga jeta jote ku besimi ka dhënë forcë për të kaluar ndoshta një sfidë të vështirë. Diçka që ti vërtet mendon që mund të jetë inkurajim për dëgjuesin. Thash kela që jeta jonë është e mbushur me sfida dhe me sprova nga më të ndryshme, sepse unë kam kuptuar që nëpërmjet këtyre sfidave apo sprovave që kanë ndodhur në jetën time, unë kam arritur të jem këtu ku jam. Sepse ka qenë Perëndia që nëpërmjet tyre më ka treguar se si ai kërkon që unë të ndryshoj brenda vetes time. Edhe së pari unë do të them që sfidat kanë qenë në lidhje me shëndetin tim. Edhe këto nuk kanë qenë të pakta. Do thuash si e ke përballuar duke u dorëzuar. Duke u dorëzuar tek Perëndia. Mund të them një moment të vështirë që ka pasur të bëjë me jetën time. A do të jetoja ose do të ikja nga kjo jetë? Por edhe të mendosh që kam qenë, mund të them, në fillimet e para të besimit, mund të isha 3-4 vite në besim. Edhe nuk është e lehtë që të përjetosh një situatë të tillë me shëndetin tënd. Edhe thua që Zot, unë besoj në ty. Kur ty dikush të ka thënë që jeta jote është në fije të perit, edhe ti do thuash, jo, nuk është në fije të perit, se unë e kam Zotin edhe ai do të më mbaj. Është e lehtë për të thënë me gojë, por vërtet unë e kam ndier dorën e Zotit në lidhje me sfidat, në lidhje me shëndetin. Në qoftë se unë jam këtu që jam sot, nuk jam vetëm nga vetja, por jam dhe nga njerëzit që më kanë qëndruar afër. Sepse në një sfidë dhe në një sprovë, ti ke nevojë për
dikë që të Patjetër. inkurajoj për të ecur përpara. Edhe mua nuk më ka munguar kjo nga motrat apo vëllezërit në kish së pari. Familja, por ti ke nevojë edhe në lidhje me ata që ti po ecë në një rrugë bashkë me ta. Edhe çfarë po të inkurajon ty për ta pasur besimin kaq të fortë në Zotin e të thuash që po Zot. Unë kam qenë në një situatë, po them kanë qenë shumë situata të vështira në jetën time. Edhe të shikosh që dikush është aty edhe nuk po bën asgjë për ty, çfarë do të mendosh? Mbaroj. Mbaroj. Kurse unë kam parë jo me vegim, por e kam ndier dorën e Zotit mbi veten time. Edhe më ka thënë, unë jam me ty. Unë nuk do të lë, nuk do të braktis. Edhe ti po shikon që këta doktor nuk po bëjnë asgjë për ty. Edhe ti po shikon fëmijën tënd që po qan për situatën në të cilën ndodhesh. A do të biesh? Apo do të ngrihesh? A do të marrësh forcë apo do t'i lëshosh forcat? Edhe unë kam thënë, Zot, unë e di që ti më ke thirrur për të qenë një shërbëtore jotja. Zot, unë e di që ti nuk do ta lësh deri këtu punën që ke nisur me mua, por do ta çosh deri në fund. Edhe unë të besoj ty, Zot, që ti do të më nxjerrësh nga kjo situatë që unë jam. Edhe kela nuk është as për të mburur, sepse nuk është nga fuqia ime, nuk është nga jo, por është nga dashuria e Perëndis që tregoi në atë moment, edhe që e dha përgjigjen në moment. Edhe unë jam këtu. Lavdi Zotit. Jam këtu për të shpallur lavdinë e tij, e për të shpallur atë që Zoti nuk është larg atyre që e kërkojnë, sidomos atyre që e kërkojnë me gjithë zemër. Edhe Perëndia ka qenë gjithmonë me mua, sepse unë e kam kërkuar. Edhe sërish vazhdoj ta kërkoj, sepse kam nevojë për Zotin. Unë them gjithmonë, kam nevojë për ty, Zot, që ti të drejtosh hapat e mi, që ti të drejtosh mendjen time, zemrën time. Kam nevojë, Zot, për përullësinë tënde, në mënyrë që në këtë përullësi je ti ai që do të më çosh përpara, edhe do të më vendosësh aty ku ti do. Sepse vetëm nuk mundem, por sfidat kanë qenë edhe në drejtime të ndryshme, kella jo vetëm në shëndet. Kanë qenë sfida në marrëdhënie, siç e thash. Patjetër, por kur ne prekemi aty tek shëndeti, duket sikur na dhem më shumë, ne ndjejmë më shumë, edhe dorëzohemi. Dhe jemi kështu të pafuqishëm. Atje kemi më shumë nevojën që Zoti të jetë me mua. Zot, hajde këtu me mua, si po unë po jetoj këtë dhimbje, edhe kam nevojë për ty. Kur ne duhet të mendojmë që ne kemi në çdo moment nevojë për Zotin, jo vetëm në sfida të tilla në lidhje me shëndetin, por në çdo moment. Që Perëndia të jetë duke na mbajtur për dore. Unë them gjithmonë, Zot, unë dua të kapem pas dorës tënde. Edhe mos ma lësho, Zot. Edhe unë kur të tentoj që unë ta heq dorën prej teje, Zot më shtrëngo fort. Më shtrëngo fort edhe më mbaj. Mos më lër, Zot. Mos më lër që unë të largohem prej teje, sepse nuk mundem ta bëj dot jetën pa ty. Edhe nëse është kjo që unë kapem fort pas Zotit, ai thot, unë jam me ty kudo që të jesh. Ne do të kemi një shkëputje të shkurtër muzikore. Jam prekur, nuk e dija këtë moment veçantë, këtë sfidë jetës tënde, dhe të falenderoj vërtet shumë që e ndave, sepse jam e sigurt shumë njerëz janë duke në ndjekur edhe ndoshta mund të jenë në të njëjtën situatë në këtë moment, mund të gjejnë shumë më tepër inkurajime edhe nga ajo që ti ndave. Por ju ftoj miq të ndiqni këngën Unë do të lavdëroj o Zot, dua të lavdëroj o Zot, kënduar nga Çimi dhe Nisa, dhe rikthehemi vetëm pas pak sërish me Rujkën për të ndalur tek diçka e fundit. Dua të të lavdëroj o Zot, çdo ditë më shumë. Dua të të lavdëroj o Zot, çdo ditë më shumë, që të mësoj që të kërkoj diturinë e hirit të dua të të lavdëroj. Zot, çdo në qiell këndoj në për ty, pemët në fush, krahët ngre për ty, dua të këndoj, të lavdëroj, të lavdëroj.
besoj që të kërkoj fiturinë e hirit të ndua të lavdëroj. Zojtë të në qiell këndojnë për ty, pemët në fush krahët ngre për ty, dua të këndoj, të lavdëroj, të lavdëroj. Zojtë të në qiell këndojnë për ty, pemët në fush krahët ngre për ty, dua të këndoj, të lavdëroj, të lavdëroj. Zojtë në qiell këndojnë për ty, pemët në fush krahët ngre për ty, dua të këndoj, të Dua të të lavdëroj o Zot, kënduar nga Timi Denisa, është kënga që na rikthen sërish në studion e programit Muzik Plus, ku në këto momente do të ndajmë edhe diçka të fundit me Rujkën në studio. Prandaj pyetja ime është, jemi në këtë javë të veçantë të Pashkës, cili është një mesazh apo urim që dëshiron të përcjellësh për gjithë ata që janë duke na ndjekur në mënyrë që të mbajnë zemrat e tyre të hapura, kundrejt asaj që ne folëm gjatë sot, dashurisë së Perëndis. Po Kela, urimi i parë është gëzuar Pashkën, edhe zemrat tuaja le të jenë gati edhe të hapura për të pranuar atë sakrificën e madhe që Jezus i bëri edhe shkoi drejt atij kryqi. Pashka është Krishti. Edhe nëse ti thua gëzuar Pashkën, arin ta kuptoj ai që ti po ja uron kush është Pashka, apo i thua që është dashuria që shkoi drejt kryqit. Sepse Perëndia përdori këtë sakrificë kaq sublime, kaq të madhe, për të sjell njerëzit drejt tij. Dashuria nuk ka kufi, na thuhet në fjalën e Zotit. Edhe Jezusi shkoi drejt kryqit, pikërisht nga dashuria që pati për ne, por edhe për të gjithë botën. Nuk shkoi drejt kryqit vetëm për besimtarët e krishterë, por ai shkoi drejt kryqit për të gjithë botën. Edhe ajo që unë dua të prek në këtë pyetje që ti po më bën, është jo vetëm gëzuar Pashkën, por duke i thënë që krahët e Jezusit janë të hapura. Siç i kishte të hapura atje në kryq, sërish vazhdojnë të hapura për të pritur zemra të penduara. Zemra që e kërkojnë, zemra që duan të ndryshojnë jetën. Edhe nëse ti sot po dëgjon prej meje këtë fjalë, unë them, shko tek Jezusi. Idh mbi Jezusin, çdo barë që të pengon, çdo barë që të rëndon, çdo shqetësim që ti ke, shko, sepse Krishti po të pret. Zoti tha, ejani tek unë ju të gjithë të lodhur dhe të munduar, sepse unë do t'ju shlodh. Edhe Perëndia pret që njerëzit të kuptojnë që pa Perëndin nuk munden dot që të kenë bashkim. Ne themi që nuk mbaron tek kryqëzimi i Jezusit. Shkojmë për te. Shkojmë tek vari. Jezusi vdiq, por vari nuk e mbajti. Ai u ngri sërish të tretën ditë. Edhe kjo është domethënë çelësi asaj që ne duam të ndajmë në këtë Pashkë, që Jezusi është i gjallë. Jezusi ka qenë nga fillimi, është edhe do të jetë në përjetësi. Të gjithë atyre që pranuan, ai i jep pushtetin që të quhen fëmijët e tij, edhe të fitojnë përjetësinë. Jeta nuk mbaron këtu. Ka jetën e përtejme. Si do ta kem të sigurt jetën e përtejme? Ka vetëm një rrugë. Jezusi tha, unë jam rruga, unë jam e vërteta, unë jam jeta. Në gjakun e Jezusit atje në kryq është jeta. Pa gjak njeriu nuk mund të rojë. Kështu që nëse ne shkojmë drejt kryqit edhe e kuptojmë që ai gjak që Krishti e derdhi atje në kryq, u derdh edhe për mua. E po, ape zemrën sot.
Hape zemrën sot. Jezus i thot, ja unë qëndroj tek dera dhe trokas. Nëse dikush e hap, unë do të hyj dhe do të ha me ta. A je gati sot ta pranosh Jezusin? Jezusi po pret. Le të jetë ky një mesazh që Perëndia nuk shkoi drejt kryqit kot, por shkoi për të marrë mbi veten e tij mëkatin e gjithë botës, mëkatin timin, apo të gjithë kujt që e pranon atë që ai është Zoti dhe nuk ka Zot tjetër, që vetëm tek ai ka falje. Kjo është ajo që ne marrim forca të reja për të ecur përpara. Një ditë ne e kemi të sigurt që do të jemi me Perëndin. Sprovat, sfidat janë nga më të ndryshme siç e tham, gjatë gjithë kësaj fjale që dham këtu, por si do të qëndrojmë ne të fortë ndaj këtyre sprovave? Kush i mori mbi veten e vet të gjitha këto mundime që ne heqim? I mori Jezusi. E pra dorëzoju. Është ajo këngë që unë e pëlqej shumë. Unë dorëzohem tek Zoti edhe i them, Zot, ja ku jam. Edhe ti e di se çfarë plani ke me jetën time, por një gjë e kam të sigurt, që ti më do, që ti nuk më la edhe nuk më braktis, që ti je në kontroll të gjithë shkaje që unë bëj, edhe pse shpeshherë mund të ndihem sikur çfarë po ndodh me mua. Zot, unë e di që çdo gjë që e lejon, ti e lejon për të më fuqizuar në këtë rrugë që unë kam nisur. Edhe ky mesazh unë dua të ndahet edhe tek ata që janë duke na dëgjuar ndoshta sot, që Zoti ju do. Sakrifica e kryqit erdhi për të gjithë. Jezusi erdhi për të gjithë botën, nuk erdhi vetëm për ata që besojnë tani. Por ai pret që mbretëria e tij të rritet çdo ditë edhe më tepër. Edhe ai tha, shkoni në mbar botën edhe bani dishepuj. Kush do t'i bëj? Ne jemi vetëm vegla në duart e Perëndis. Edhe ai do na përdor që ne të shkojmë dhe të ndajmë fjalën, të ndajmë dashurinë e tij, të ndajmë sakrificën sublime që ai bëri drejt kryqit. Kjo është ajo që unë dua t'i them sot të gjithëve. Dorëzoni tek Perëndia. Dorëzoni gjithçka tek Perëndia, gjithë zemrën tuaj. Ai do jetë. Pastaj, sepse ai fitoi mbi vdekjen. Triumfoi. Ai triumfoi mbi vdekjen. Kështu që kush janë problemet janë që do të më mbajnë? Jo, sepse ai i ka mundur të gjitha. Ai mundi vdekjen, jo më pastaj problemet dhe shqetësimet tona. Unë të falenderoj vërtet shumë për gjithçka që ke ndarë në ditën e sotme, ke qenë një inkurajim për mua personalisht. Jam e sigurt që këtë mesazh, këtë fjalë zemre e ke përcjell më së miri dhe tek gjithë ata që na kanë ndjekur apo do të kenë mundësi për ta dëgjuar këtë intervistë në një moment tjetër. Të uroj gëzuar Pashkën dhe shumë bekime. Faleminderit Kela, faleminderit shumë edhe për ftesën që ju bët, e thashë edhe në fillim. Edhe unë them vetëm këtë që Zoti ka përgatitur një rrugë për gjithë secilin. A do jemi gati ta gjejmë atë rrugën? A do të shkojmë drejt asaj rruge që Zoti ka për ne? Le të jemi duke bërë këtë me porulësi edhe me pendim çdo ditë. Unë të falenderoj, ne këtu përfundojmë bisedën tonë në studio, shkëputemi për të ndjekur një tjetër hapësirë muzikore. Ju ftoj të ndiqni këngën Unë hy në vendin shumë të shenjtë, kënduar nga Kisha Ungjillore Libonik Maliq. Rikthehemi së bashku miq vetëm pas pak. Shumë të shenjtë